Si të shpëtoni nga pikat e zeza, kjo maskë do ju befasoj. Kur lëkura fillon të prodhoj shumë vaj dhe bakterë bllokojnë poret, shfaqen pikat e zeza. Pas një farë kohe, pastrimi i tyre bëhet i vështirë, por kjo metodë me alkool dhe me sodë buke është shumë efikase. Çfarë ju duhet? Sodë buke, ujë i zjerë, alkool dhe pambuk. Lani fytyrën duke u fokusuar në zonën ku keni pika të zeza. Më pas hajni me një peshqir. Hidhni disa pika alkool në një copë pambuku të pastër dhe pasi të keni vluar një gjysmë gote ujë për të larguar të gjitha papastërtitë, shtoni një gjysmë gote me sodë buke derisa të krijohet një lloj paste. Filloni aplikimin e pastës në zonat e prekura dhe shmangeni në pjesë të tjera të lëkurës. Më pas, lëreni të thahet. Pastrojeni lehtë fytyrën duke masazhuar me molza dhe pastrojeni me ujë të ngrohtë. Shpëlajeni fytyrën me ujë të ftohtë për të mbyllur poret.